nesër një ndeshje e rëndësishme ndaj Elbasanit që vjen si kryerësues Shkodër, si është vllaznia për këtë ndeshje dhe sa është përgatitur për këtë takim? Atëherë normalisht nesër është një ndeshje si i takon një lezeti, si themi, të kampionatit shqiptar, dy ekipe me histori dhe nga renditja tabelare besoj që do jetë një ndeshje shumë e luftuar, po ashtu edhe e ndjekun. Ne normalisht kena pas javën në dispozicion për mu përgatit për këtë ndeshje. Kena marrë gjitha masat, sot e kena përgatitjen e fundit, si themi, stërvitjen e fundit, edhe do shohim si do vendoset ekipi në fushë. Por mund të them që kemi një besim të plotë edhe kena punu për këtë ndeshje dhe shpresoj që të dalim me pikë të plota. Luhet vllaznia në sulme të mirë me Elbasanin, në mbrojtje më të mirë. Besoj që nuk do të lehtë për ta çarë mbrojtjen e skuadrës së Elbasanit. Po, ashtu në këto javët e para ata kanë treguar që janë një ekip, një skuadër kompakte dhe nuk kanë pësu gola. Kurse ne kena treguar që dim që të shënojmë çdo moment. Besoj kena besim plot në kualitetet tona, si ona e repartit sulmit, po ashtu mbrojtjes edhe mes fushës. Do jetë një ndeshje, siç e thash, shumë e luftuar, do jetë e vështirë normalisht, sepse edhe renditjet tregojnë, por kemi besimin e plotë dhe shpresojmë që në fundit dalim ne fitimtar. Në aspektin personal duket se Mana ka ardhur në formë më të mirë sportive. Jeni këtë mendim? Po, forma sportive çdo herë mendoj që ka vend për përmirësim, edhe atëherë kur mendon që je në kulmintate, atëherë normalisht që ke ende për të përmirësuar. Pra mendoj që akoma ka më shumë për të dhënë si në aspektin fizik, po ashtu të teknik, kështu që çdo herë ja lej kohës edhe çdo stërvitje të mundshme që të përmirësojmë çdo aspekt mundshëm. Maja, me çfarë kontingjenti do të shkojë vllaznia në përballje ndaj Elbasanit? Pra jeni të plotë si grup dhe a jeni gati për të marrë vendin e parë psikologjikisht? Po, tash javën e fundit dihet që kena pas sa mungesa për kartona, për dëmtime të ndryshme. Tash, siç e thash, sot e kena një stërvitje të fundit, do shohim kush do jetë i mundur kush do jetë i gatshëm për ndeshje dhe kush nuk do jetë. Pra aty do vendosin stafi i mjekësor dhe teknik i klubit, kurse për ndeshjen, siç e thash, po ashtu të jemi të përgatitur. Është herët për të folë për vendin e parë, vendin e dytë, po normalisht me i fitore kjo të nxjerr para, edhe jemi të gatshëm, pse jo. Ala, Elbasani ka mbrojtjen më të mirë në këto 5 javë, do arrijë vllaznia ta thyejë këtë mbrojtje dhe të shënojë golat e fitores. Po në çdo ndeshje kena shënu, siç themi, edhe atë të motivuar jemi, besim kemi edhe besoj që do arrijmë të shënojmë, shpresojmë që të shënojmë më shumë dhe dalim fitimtar. Shtylla vazhdon të trondit në orta, nga ndeshja në Lorë. Do të ketë një gol edhe nesër Mana apo rëndësishme të shënojë kushdo? E rëndësishme është mirë the ti Gjergj, e rëndësishme është shënoj kushdo, s'ka rëndësi, cili shok të jetë në pozitën më të mirë, normalisht do të shërbejmë, edhe kena treguar që kena frymë të mirë në grup, edhe me rëndësi fitore, besoj për gjithë lojtarët, për gjithë ekipin, po edhe në aspektin personal, nëse më vjen ndonjë rast do mundohem ta shfrytëzoj më së miri. Mana, shumë konkurrencë për një vend të formacion. Si e ndjen veten personalisht dhe skuadra te konkurrencë? Po, atëherë këtë vit ka vret, kur është grupi i plot, atëherë ka vështirësi, si të themi, se kush do luajë, sepse gjithë kanë cilëtetin e mirë dhe nuk ka rëndësi kush luan, edhe nuk ndjehet mungesa. Po besoj që kjo konkurrencë, siç po vret deri tash, i ka bë mirë grupit, sepse kena treguar që pavarësisht kush luan ose kush futet zëvendësues, tregon jep më të mirën dhe çdo moment që zgjidhet lojën. Pra kjo i shërben besoj grupit, sepse mbi të gjitha është konkurrencë e shnosh. Sa të kemi parë luani në qendër mes fushës, por edhe në krahun e djathtë, u ndjek më mirë Mana. Po janë dy pozita që gjatë gjithë këtyre viteve karrierë më kanë ndjekur, si të themi, edhe mund të them që i kanë bërë pozita natyrale të mia, si në qendër apo ashtu edhe në krah, edhe besoj që të dyja ndihen mirë. Në varësi një lloj. Varësi të ekipit ku ka nevojë. Ke parë një vllazni që krijon shumë raste në këto javë, po njëkohësisht edhe humbet shumë raste. Sa keni punuar gjatë stërvitjes për ta korrigjuar këtë aspekt, duke qenë se ishte një nga kritikat të cilën bëri edhe Martini javën e kaluar dhe në mënyrë të veçantë për egoizmin e tepruar të disa lojtarë. Ajo është si të themi, është parë nga të gjithë që kena humbur shumë raste, më e rëndësishme është që kena kriju, kurse normalisht për përmirësimin e këtyre punojmë për ditë, ku jo që vetëm të shënojmë, po pse jo të shënojmë gjitha të raste që na dalin. Edhe për ditë normalisht në faza sulmit, si themi, punojmë edhe individualisht mas stërvitjes, me gjujtje, me mbyllje të aksioneve, dhe mundohemi që t'i shfrytëzojmë edhe një rast ta kemi, ta bëjmë gol atë. Por mund të them që e rëndësishme është që ekipi prodhon rast.
Mala viti 3 për ju në Shkodër, është kjo vllaznia më e mirë gjatë këtyre viteve që ju keni qenë këtu? Po mund të them që është viti 4 në Shkodër ky, edhe nuk du të them është më i mirë apo më i keqi, sepse në çdo vit kemi pas lojtar shok mjaft mirë, kurse këtë vit mund të themi që është më i kompletuar sepse mund të kemi edhe zgjidhje më shumë. Ju dhe shumë pjesa e vllaznisë, po mundoni që donin me këmbë tokë, do të thënë që të marrë ndeshjen një nga një, po në opinion është krijuar një ide që kjo vllaznia është pretendente. Është një mjaftësi për ju kur të gjithë flasin mirë? Po vetveti nga kualiteti i lojtarëve normalisht edhe të bën që të mendosh për një vllazni pretendente, po ashtu siç e the, ne po mundohemi që mos të fluturojmë pa bë asgjë ende, sepse vetëm 5 neshe kanë kaluar dhe është gjithë ato javë përpara dhe vetëm fillimi. Në fazën e 4 atëherë mund të flitet për diçka më shumë, po kurse tash është vetëm fillimi edhe mund duket sikur janë fjalë boshe. Një përforcim tjetër ka mbetur tek vllaznia. Mendoni që të japë një shtyrë për skuadrës? Po tash po e presim si themi edhe të dalë një stërvitje sepse i ka mbaru ditën e 6-me si themi ato burokracitë që duhet për një lojtar me i mbaru. Edhe besoj stafi ka bërë normalisht zgjidhje të mirë sepse kanë treguar që këtë vit kanë zgjedhur mirë edhe shpresoj të na ndihmojë sa më shumë. Normalisht vlerësuar për ekipin është mirë për ne. Në ndeshjen shtëpi veç fitore vllaznia këtë sezon, do të vazhdoj kjo seri fitoresh edhe nesër? Po, kena treguar që në shtëpi jena shumë të fortë, si themi kemi kështjellën e fortë, edhe shpresoj ta mbajmë këtë seri, mos ta prishim deri në fund. Ndoshta në fund po shumë rëndësishme, tifozeria për ju, sa ka rënd dhe a keni ndonjë publike për to? Patjetër. Kulminante. Patjetër. Ata janë një pikë mbështetëse ku e kanë treguar në këto neshjet e para të këtij kampionati, kanë ardhur shumë, na kanë kënaqur, na kanë dhënë atë motivimin e duhur. Është një kënaqësi kur shef tifozërisë shkodrane duke mbush shkallët e stadiumit, po dhe duke dhënë mbështetje ekipit. I presim, shpresoj që të na vinë jo vetëm këtë neshje, por çdo neshje tashme sepse janë motiv shtesë për ne. Çfarë ka ndryshuar me marrjen e trajnerit Martinin në kryet skuadrës? Po mund të them që ka rrit kërkesën, si themi atë kërkesën e veçantë për çdo lojtar dhe ka vendosur përgjegjësi mbi çdo lojtar, si themi nuk kursen asnjë, edhe motivin që ai ditë jep. Faleminderit.